ta hapim librin e Mateut, kapitullin e 25 së bashku. Le të shohim vargun e 14. Mbretëria e qiejve i ngjan gjithashtu një njeriu që, kur po nisej për një udhëtim, i thiri shërbëtorët e tij dhe u besoi pasuritë e veta. Njërit i dha 5 talenta, tjetrit 2 dhe një tjetri 1, secilit sipas zotësisë së tij, dhe u nis fill. Tani ai që kishte marrë të 5 talentat shkoi dhe bëri tregti me to dhe fitoi 5 të tjerë. Po ashtu edhe ai që kishte marrë 2 talenta fitoi edhe 2 të tjerë. Njërit i dha 5 talenta, tjetrit 2 dhe një tjetri 1, secilit sipas zotësisë së tij, dhe u nis fill. Njeriu që kishte marrë 5 talenta ari shkoi menjëherë dhe bëri tregti me to. Pasi kuptuan qëllimin e dhënies së këtyre talenteve të arit, ata filluan të mendonin, atëherë, çfarë do zotëria nga unë? Ata që morën 2 talenta ari dhe 5 talenta ari nuk e fshehën apo shpërdoruan atë që kishin. Ata fillimisht menduan për talentet e dhëna nga Perëndia dhe qëllimet e tij duke i lejuar të kuptonin fjalët e Perëndisë. Në fund, secili fitoi 2 talente dhe 5 talente të tjera. Ky është një mendim thelbësor në të gjithë udhëtimin ton të ecjes në jetën e besimit dhe në rrugën e Ungjillit. Kjo është arsyeja pse apostulli Paul tha: kuptoni cili është vullneti i Zotit. Provuar çfarë është e pranueshme për Perëndin. Pse Perëndia na thirri kaq herët në të vërtetën? Pse na lejoi ta dëgjonim Ungjillin më shpejt se të tjerët? Së pari duhet të kuptojmë këto gjëra. Në këtë pikë mund të dallojmë midis të mençurve dhe të pamendve. Ata që janë të mençur nuk i shpërdorojnë talentet që kanë marrë. Përkundrazi, ata mendojnë, nuk duhet ta shpërdoroj këtë. Me këto fjalë të çmuara që më janë dhënë, duhet të bëj më të mirën për të shpëtuar shpirtra të tjerë. Qëllimi i ardhjes së Perëndisë në këtë tokë është të na shpëtojë, që ishim të destinuar të vdisnim nëpërmjet bukës së jetës. Duke e kuptuar këtë, duhet të mendojmë: a nuk është gëzimi i tij më i madh shpëtimi i shpirtrave të tjerë? Kjo është detyra e fëmijëve që kuptojnë vullnetin e Perëndisë. Gjithashtu, duhet të mendojmë për atë që i pëlqen Perëndisë në çdo gjë që bëjmë.